Në kam pas babën burgosën politik edhe kur ki parasysh të gjana është për neve është këgja shumë e ranë këtë pjesë. Ka njerëz të mirë edhe, i din vlerat të luftës shoqërisë shqiptare, edhe duke i ditë ato vlera ne vetëm e kryjmë obligimin tonë moral. Çfarë po pritni prej kësaj proteste këtu në Strasburg të Francës? Ditë të tilla për neve janë plot emocion. Duke marrë parasysh që kjo është një pjesë e jonë, pjesë e shtetit tonë, pjesë edhe familjeve tona, sepse na lidh e kalumja, e ardhmja e përbashkët që do ta ketë Kosova dhe që do dinë vetëm ditë lavdishme me lirimin e tyre që e presim shumë shpejt. Po. Është protesta e katërt me radhë dhe çka po pritnim nga kjo protestë sot në Francë? Kjo protestë më shumë ka për detyrë me përçuni mesazhe dhe me tregu gjenocidin serb tek organet aty ku ka fillu, sepse dihet që Këshilli i Evropës aty ka fillu kjo gjeneza e gjykatës speciale nga një njeri pa ndërgjegjshëm, si Dik Marti. Edhe ne sot aty kemi dorëzuar edhe disa dokumente të secili antar i Këshillit Drejtues, ka me pas fëmijë dëshmorëve, luftëtar, veteran, invalid, familjar dëshmorëve që kanë dorëzuar në fund ato letra. Mesazhi është i qartë. Ne kërkojmë me dëshmu padrejtësinë që është bërë gjykata speciale kundrejt udhëheqësve të shoqërisë shqiptare të Kosovës aty. Po çfarë emocioni është me protestu për ishkrarët e UÇK-s? Për mua është edhe më shumë emocion se sa veç një protestë për çlirimtarët, sepse mund të kthen retrospektivë. Ne kam pas babën burgosën politik edhe kur ki parasysh të gjana është për neve është këgja shumë e ranë këtë pjesë. Po fal vullnetit mirë të qytetarëve këtu që jetojnë në Mërgat, edhe me idenë e OVL-UÇK-s, ne kemi arritur që me dalë suksesshëm në 4 protestat që janë bërë. Jeni njëri ndër organizatorët e kësaj proteste? Unë jam pjesë e organizatorëve për Mërgat, sepse ashtu OVL-UÇK kryetari Gucati është gazmend Sylla që kanë dalë kanë bënë këshill. Unë jam prej Zvicrës edhe bashkë i kemi disa të tjerë, dhe është një grup i madh i koordinatorëve në gjitha kantonet, edhe prej Gjermanisë, edhe prej Francës, edhe prej Luksemburgit, edhe prej Belgjikës, edhe prej Holandës, edhe prej Danimarkës, sot presim me natë bashkëngjitë. Po sa është e vështirë ose sa është e mundimshme me kontaktu me secilin person edhe me i tregu se ja vlen për me dalë në këtë protestë? Kur ka vullnet, asgjë nuk është e vështirë. Ne kemi atë vullnet. Faleminderit falë Zotit që ka njerëz të mirë edhe, i din vlerat të luftës shoqërisë shqiptare, edhe duke i ditë ato vlera ne vetëm e kryjmë obligimin tonë moral. Po sa i përket qeverisë Kosovës themi në këtë rast, çfarë mendimi keni që nuk e bëri asnjë ndonjë vizitë atje në Hagë? Na jem mbi qeveritë, pjesa e njerëzve që merren me luftën janë mbi qeveritë. Unë nuk kam mendim për qeveritë. Duke pas parasysh sjelljet e qeverisë, unë s'kam mendim për ta. Kështu që nuk duam ja hub vlerat kësaj interviste edhe kësaj proteste në marrë me qeverinë. Faleminderit shumë atëherë për kohën që ndajt me ne. Faleminderit juve shumë, faleminderit që keni marrë mundin me ardhur te Kosovës tonë. Hajde edhe një herë krejt bashkë. Kadri Veseli,